Të ndërshëm vëllezër, Urwa ibn Zubair është prej sahabëve, ka shku ka udhëtu në Sham, në Damas, duke udhëtu, ju ka kalp, e ka rok një smundje në kam dhe ju ka kalp këmba, në ma gramatikë. Edhe ta që i kanë thonë ato mjek, ku në një vend janë dalë me mjek, kanë thonë vallaj duhet me ta këput, me ta prej. Anë ka thonë s'ka problem, si janë mundu ta shpëtojnë, s'ka mundësi. E po si, ka thonë ama duhet me të dhonë alkohol, që me humë pak vetdijen. Do me thonë alkoholi që nga për mu shashtris, me humë vetdijen. E njeriu kur të humë vetdijen, ki pa të pjanat, vumë bandere, shqisnin. Hënes mas 2-3 ditëve, kur këthjelot atëherë, oj gung këto, oj gung, do vla për gung, se me konë halal, së në shkonë, ne veti me të pime. Sa burët i këshmi pi, me konë halala. Edhe ne këshmi pi, me konë halal. Po para qka këse banderet e dënjohë si thebë, se pina, se të humë vetdijen. E qka ka thonë? Ka thonë, vallaj, ja. Unë e këtë mendje që më ka thonë Allahu, ta përzi me alkohol nuk i vjen parasysh. Qka kur t'ja nisi mu falë, ju më këput një kamën. Edhe ka nisi mu falë, ava ta shaj namazin se falë si unë. Edhe falën edhe bëjmë matematikë, edhe falën edhe shkoj, këtë dënjone e cë. Kur ta shof imamin ruku, ku gjumë edhe unë? Ja, e vla, u ka litë edhe me Allah unë ka paspu. Edhe janë ka këput kamën, e kam prej kamën. Edhe ashtu e ka, edhe sa i ka ardhur normale, kur e kanë këput kamën nga dhimta që i kanë dëgju, i ka humë vetdia. Kur ju ka këthi vetdia, kanë thonë, Allahu e qafë në gjennet, kanë thonë, cilën be djalin tant, e ka shkel devja khalifës. Kamën e kanë prej qëfar dhimte, e ta që i kanë të regu, kur ka ardhur vetdia, kanë thonë, djalin tant, e ka shkel devja khalifës. Devja khalifës për ative deveve kuqe, si shleper me pashe, shleperin më të mirë në botë me pashe, ashtu devja khalifës. Dhe para qka përmende devja khalifës, jo deve normali. Se devja normali o 1.000-2.000-3 miliard, devja khalifës o 1 milion euro. Me pare tana, sa që më të përmende. Do më thonë, si bullugera. Do më deve e rueq mos e deve e kuqe që shumë kushtojnë edhe shumë të arab të është qështje e madhe me pasat.